U sollën para gjykatësit të procedurës paraprake 3 të dyshuarit për ndotjen e ujit në Gostivar, pas çka u helmuan mbi 3500 qytetarë të Gostivarit. Prokuroria publike hapi hetim për veprën penale, vepra të rënda kundër mjedisit dhe natyrës të shkaktuara me ndotjen e ujit të pishëm. Të dyshuar janë ushtruesja e detyrës drejtoreshe ndërmarrjes komunale Gostivar, Artana Hasani, udhëheqësi teknik Leon Mezini dhe përgjegjësi i departamentit për ujësjellës, kanalizim dhe punë ndërtimore Vadedin Dauti. Prokurorët e rastit në brifing me gazetarët njoftuan se fillimisht për shkak të testimit të ujësjellësit, më 25 qershor janë vendosur pompat nga kanali i ujit të ujitjes në pikën grumbulluese të ujësjellësit, ndërsa më pas nuk janë larguar. Me të denoncuar rastin, prokurori kujdestar ka urdhëruar marrjen e mostrave nga kanali i ujitjes, që ka rezultuar pozitiv në një numër të madh bakterieve, përfshirë këtu edhe bakterie fekale. Me urdhër të prokurorit, po të njëjtën ditë është fotodokumentuar rasti, janë marrë mostra edhe nga sistemi i ujësjellësit, por edhe nga pika të ndryshme të qytetit, të cilat gjithashtu kanë rezultuar pozitiv në bakterie, por edhe në sasi të mëdha të klorit, shumë më të mëdha se sa sasia e lejuar, që gjithashtu mund të shkaktojë dëmtime të rënda në organet e traktit digestiv dhe më gjerë. Gjithashtu dyshohet edhe për pasaktësi të rezultateve të Institutit për Shëndet Publik dhe prokurorët thonë se pëhetojnë edhe në këtë drejtim. Në brifingun me gazetarët, prokurorët e prokurorisë të Gostivarit thanë gjithashtu se hetimi mund të zgjerohet dhe të përfshihen edhe personat e tjerë. Me propozim të prokurorisë, gjykatësi i procedurës paraprake shqiptoi nga 30 ditë paraburgim për të dyshuarit, pasi që sipas tyre ekziston mundësia që të njëjtit të ndikojnë në dëshmitar dhe procedurën që po zhvillohet kundër tyre. Megjithatë, gjatë 24 orëve të fundit është shënuar ulje e rasteve të helmimit, pasi që konsumi i ujit dhe përdorimi i tij për nevoja higjienike është ndaluar rreptësisht nga organet kompetente. Epidemiologja nga Qendra për Shëndet Publik, Zorica Zafirovska, thotë se gjatë 24 orëve të fundit ka filluar të bie numri i personave që kërkojnë ndihmë shëndetësore si pasojë e ujit të ndotur në Gostivar. Sipas saj, gjithsej gjatë 24 orëve të fundit kanë kërkuar ndihmë 111 pacient, apo rreth 30% më pak se sa ditët e kaluara. Значи моментално последните 24 часа бройката почнува да се намалува. Pra gjatë 24 orëve të fundit, numri ka filluar të ulet. Në infektiv të Gostivarit gjatë 24 orëve të fundit, 111 pacient të tjerë kanë kërkuar ndihmë dhe 26 pacient kanë ardhur për vizita kontrolli. Në qendrën e emergjencës në Gostivar janë raportuar 7 raste të reja, ndërsa në departamentin e pediatrisë në Gostivar janë raportuar 65 pacient të ri. Ndryshe nga dje, numri po fillon të ulet. Është shpallur epidemi e gastroenteritit në territorin e komunës së Gostivarit. Situata epidemiologjike po monitorohet rregullisht. Kjo do të thotë se po kryen hetime epidemiologjike dhe po merren materiale për analiza, përfshirë koprokulturat. Aktualisht po presim rezultatet e mostrave të marra. Kontrolli i parë mjekësor është kryer më 14 korrik, ndërsa më 19 korrik për herë të parë është vërejtur ulje e numrit të pranimeve.